mbrëma të dashur shikues, mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë, si çdo mbrëmje tjetër, kemi përgatitur materiale nga më të llojshme për artistët që ju i adhuroni. Ka mbetur vetëm edhe pak edicione deri te përfundimi i këtij sezoni mjaft të suksesshëm, e mbrëmjen e sonjme e nisim me një material shumë special. I padiskutueshëm është suksesi i tij. Është i adhuruar nga të gjithë. Së fundi na ka sjellur shumë këngë dhe bashkëpunime. Mirë po, në mbrëmjen e sonjme do të sjellim një ndej ekskluzive e cila është realizuar enkas për ditëlindjen e tij. E kam fjalën për reperin Ledri Vula, i cili javën që lan pas ka mbushur për plot 30 vjet. Ajo ndej është organizuar me çdo detaj. Ishte organizuar nga familja e tij, më konkretisht nga nëna e tij Gjeri. E ndjekim bashkë në vazhdim si e mirëprita ai surprizën dhe kush ishte i pranishëm në këtë super ndej. Lart në balkonin e kajit të parë të villës ishte ndarë pjesa e muzikës që do argëtonte të pranishmit. Muzik live, shqipe e huaj, më pas performancë nga DJ. Obligative ishte ardha e mysafirëve në orën 21 që të kishin kohë të ambientoheshin e të prisnin yllin e mbrëmjes, i cili nuk ishte idenë më të vogël se çfarë po e priste. Gjyshja e Ledrit ishte ajo që po përjetonte emocionet e sikletin njëkohësisht me frikën që Ledri do të kuptonte diçka. Ku gjinemi sot ju dhe ne, jam ke shtëpia vajzës motrës. Djemtë e dojnë shumë dhe janë shok me Ledrin, edhe pse janë lidhje familjare, po edhe e dojnë shumë dhe shoqënohen shumë. Dhe ata morën përsipër t'ja përgatisim Ledrit një surprizë për 30 vjetorin e tij. Kjo që surprizë gati edhe për ne, se të gjithë të thamë që duhet t'jetë patjetër surprizë për Ledrin dhe ne të gjithë e majtëm, gjithë këtë përgatitje e majtëm një farë shefësie. Dhe ja, edhe pak kohë, ai vjen edhe shef se është përgatit diçka, është përgatit për familjes së gjyshes vetë. Nëna e reperit ishte kujdesur për secilin detaj të mbrëmjes, që nga të ftuarit dhe gjithçka që syri shehte aty, të gjitha vetëm për 30 vjetorin djalit të saj. Kur i ki 2-3 ma afër vetes, siç janë Feja dhe Titi, apo Titi edhe Fejoja, mund është krejt me arrit. Këta kanë gjetë kohë komplet organizimin me e bo me mu edhe 24 orë online, tash një muj ditë kanë qenë që të dytë me mu. Edhe i kemi pru krejt shok të Ledrit të cilët kanë data, i kemi pru në Ulqen, edhe Ledrit ja letësum do data, në mënyrë që këtu me qenë. Babi, Agron Vula, po shoqëroi me të gjithë, i lumtur, krenar e me dëshirë për Ledrin. Sot i kisha dëshiru shumë shëndet, shumë suksese në punën e tij, edhe inshallah ja prinë mara si bab kisha pas dëshirë me pas disa nipa, se i kom po disa vjetë me pas afër vetit. Urimet nga më të afërmit e tij tregojnë respektin dhe dashurinë që Ledri merr nga ata. Nipit shëndet, me qenë ai që është, vazhdojnë t'jetë ai që është, të ketë suksese në këtë zhanër hip-hop, tekstet shkëlqyshme. Urimi im për Ledrin shumë të dashur, kishte për me qenë të ketë shëndet të plot,
suksese të vazhdueshme në këtë drejtim dhe ta kryj edhe fakultetin e dytë që ka mbet vetëm për 2 provime. Se cili po për djalin e vetë mundet me folë fjalë më të mira, po me vërtet s'po di djalë më perfekt, më të mirë, nuk po di qysh me kisha mujt as me paramendu bile. Po mos po prishet, atë që thonë ti më shoj murit. E qela 20 tjera. Me realizu krejt ëndrat e tia. Ledri me qenë babi mirë njashtu se e ka pas babën e vetë. Agronin. Edhe me kriju familjen e vetë, me qenë shumë i lumtur me familjen e vetë, ashtu si ish rritë dhaj, me i rritë fëmijët e vetë. Ora po shënonte 22:20, gjithçka e qetë. Ledri ishte vetëm disa hapa larg surprizës së tij dhe organizimit 1 mujor për ndajën e ditëlindjes. Duke përqafuar të gjithë pranishmit, duke mos kursyer për asnjë sekondë emocionet që e kishin kapluar, Ledri po shionte çdo moment që mbrëmja po i servante. Garojnë non tim as 12-ve, s'm kam pru as torte, as kursjot, as dysyr, okej, falenderit, urime, edhe shok, as njëni s'ma ka uru ditëlindjen, as njëni s'ma ka qelë telefonin kër i kom shkru, i veqa për kongë, shprejcin kongë, as njëni s'm shkrujke, as këshim vojnë, as shrebe, tash kum dit bashkë ditëlindje, kërkosh më së ta fut, edhe kur erdha këtu pisho ato balonat, edhe përshaj kamarierët, e kish pos majicën happy birthday Ledri Kurin. S'ma mur melja që ka nërë krejt sa njerës. S'ko ndjenjë ma të mirë se kërë ki njerës që i dërë mas shumë të over vetet, sin dit mira, sin dit qia. Sonde po festojmë, I'm happy, mas shumë të mbotë. Pas këtij momenti gjithçka mori tjetër rrugë, që gjithë ishin të lirë të postonin foto në rrjetet sociale si të dalin e çfarë të dalin, pasi kishin disa ditë që po kujdeseshin për ruajtjen e sekretit që të mos prishnin befasin. Urimi jam për Ledrin, kish më konë në maj mire që ekziston ajar, se e kom shumë ljoq, e kom si vlla, jena me një ekip, jena the best ekip, edhe shumë thjesht ja uroj edhe 101 vjet e jo probleme. Shumë urime për Okej, qëre vesi sekund, po du me Okej, në rregull. Shumë urime për Ledrin. Të dojna shumë. I përftisim. Maljej. Dung. Pasi tavolinat morën pamje me ushqimet e servuara dhe gjithë po kënaqeshin me muzikën e zgjedhur, koha ishte të prerë torta dhe të vente momenti që gjithë edhe një herë të kishin sy të drejtuar në yllin e natës. Falenderit shumë. Kokë të mia beautiful, kam dojtë shumë shpejt këshire dhe kjo YouTube. Gjithçka po zhveshën nga komplekset. Pranishmit pas disa gotave po shprehnin dashnin, po kërcenin, e shkurt po kënaqeshin, por Ledri? Dhuratat ishin gjithsesi pjesë mbrëmje që ishin të preferuara të reperit nga markat më të shtrenjta, ora, atlete e gjëra tjera speciale. Kështu për ne u ndal drita e ndeja vazhdoi deri në orët e hershme të mëngjesit. Urime Ledri, edhe 100.